Mes batutave dhe episodeve komike me gazetar të vegjël, gazetarja Aulona Musa ndau me publikun pak nga jeta e saj. Të gjithë kemi një lidhje shumë të fortë me gjyshërit, por ajo raportin e ngushtë me gjyshen e saj të ndjerë e lidh me një periudhë shumë të vështirë të jetës së saj. Me sytë e përlotur tregon që në fëmijëri ka kaluar një sëmundje shumë të rëndë dhe ka qëndruar më shumë se 1 muaj në spital. Në këtë kohë të vështirë për të ka qenë pikërisht gjyshja ajo që i shkonte çdo mbrëmje tek spitali, i qëndronte tek koka e krevatit dhe i dha shumë dashuri e kurajo që t'ja dilte mban. Kur kam qenë e vogël, kam kaluar një sëmundje të rëndë, goxha të rëndë, ku mjekët i kanë thënë mamit tim që është mrekulli që Aulona është në jetë dhe për 1 muaj e pak kam ndenjur në spital. Çdo darkë, nëna vinte atje të rinte me mua që të mos isha vetëm. Sot e kësaj dite kam atë imazhin e saj që e shikoja kur isha e shtrirë dhe ajo futej tek dera dhe sot ajo që nuk jeton më, u bën shumë vite. Ja ndjej mungesën në mënyrë të jashtëzakonshme. Kam fatin e madh që kam ende në jetë nënën tjetër, gjyshen nga ana e babit, të cilën e dua dhe e përshëndes shumë. Ajo ka jetuar larg, ka qenë në Vlorë, prandaj nuk kemi qenë gjatë gjithë kohës bashk. Por dua t'u them fëmijëve që jeni me fat që keni gjyshrit në jetën tuaj dhe është dhurata më e bukur, tha Aulona. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.